Kemi rikthyer drejt për së drejtin hapësirën tonë informative sot live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Do të flasim për zhvillimet politike, për vijimin e post-procesit zgjedhor në vendin tonë dhe kërkesat e kandidatëve të Partisë Demokratike për pra rinumërim për votën preferenciale. Kam politologun Namir Lapardaja në këtë lidhje të drejt për drejt. Lapardaja, përshëndetje. Mirdita. Lapardaja, si shikoni këtë proces që Partia Demokratike, por dhe kandidatë saj, kanë marrë me ankimimet e tyre dhe në kas për sa i përket rinumërimit të votave, duket me hapjen e 42 kutive në fakt rinumëruara për votën preferenciale të Dibrës, kandidatët e PD-s kishin vjedhur njëri tjetrin. Fatkeqësisht ishte një paralajmërim i mëhershëm që hapja e kutive do të ekspozonte edhe kandidatët në përplasjen e tyre me njëri tjetrit dhe një gjë e tillë praktikisht rrëzon kauzën e Partisë Demokratike për vjedhjen e zgjedhjeve. Përpara se të flas pikërisht për këtë, është e qartë tashmë që Partia Demokratike ndodhet në një krizë të thellë që vjen si pasojë e leadershipit të saj, i cili jo vetëm që nuk po do ta lejoj pjesën tjetër të Partisë Demokratike ta lexojë drejt situatën, por po mundohet me të gjitha format dhe me të gjitha mënyrat për ta mbajtur diskursin politik pikërisht në një çështje që tashmë është e mbyllur. Pra, rezultati i zgjedhjeve në të gjitha forma dhe në të gjitha mënyrat është i pandryshueshëm, jo për shkak se zgjedhjet e 11 majit nuk patën probleme, ne kemi thënë edhe herë të tjera, sigurisht që zgjedhjet e Shqipëri fatkeqësisht gjithmonë kanë pasur probleme, kur më shumë dhe kur më pak, por në këto zgjedhje dhe rezultati e tregoi që përtej problematikave që mund të kenë pasur zgjedhjet, mesazhi i qytetarëve shqiptar ka qenë i qartë në refuzimin e këtij leadershipi drejtues të Partisë Demokratike, sigurisht me në krye Sali Berishën. Për sa kohë që nuk do lexohet kjo çështje si e tillë, të gjitha problematikat e tjera në gjykimin tim janë problematika dytësore dhe problematika që nuk e zhbejnë thelbin e çështjes, e para. E dyta, Partia Demokratike duket se është në një paradoks me veten e saj. Nga njëra anë, ajo nuk e pranon farsën zgjedhore sipas saj të 11 majit, nga ana tjetër, kandidatë të saj kanë pretendime dhe kërkojnë rinumërim të votave në zona ose në kuti të caktuara, siç ishte dhe rasti i dieshëm i Dibrës, ndërkohë që po përballen me atë që edhe ju e thatë që është një fatkeqësi, por përtej të gjithave këtyre dhe procesi i rinumërimit nuk ndryshon asnjë gjë në thelbin e renditjes së vetë kandidatëve humbës. Pra, jo vetëm që nuk ndryshon rezultatin e zgjedhjeve, por edhe renditin e tyre, vetëm se ekspozon Partinë Demokratike në këtë mungesë besueshmërie përballë kauzave dhe përballë qytetarëve shqiptar. Pra, mund t'i kthehet në bumerang, po thoni? Ajo po kthehet në bumerang, jo mund t'i kthehet, nëse flasim mund t'i kthehet në një moment tjetër. Fakti që votat po numërohen përballë të syve të gjithëve dhe fakti që kandidatë e Partisë Demokratike, siç tregoi rasti i Dibrës, por siç ka dhe pretendime për në Durrës apo për në Tiranë, do t'i kthehet sigurisht në një bumerang për sa i përket besueshmërisë së kauzës së vet. Një parti e cila ka vjedhur vetveten nuk mund të ketë kauzë vjedhjen e zgjedhjeve. Kandidatë të cilët kanë vjedhur veten e tyre nuk mund të kenë kauzë që na vodhi kundërshtari. Kundërshtari mund të ketë vjedhur, por në këtë rast, në këtë kuti, fakti i kryer është që këta kandidatë kanë vjedhur kolegët e tyre. Por po them gjithsesi pavarësisht të gjitha këtyre, ajo që është e rëndësishme, rezultati dhe renditja përfundimtare nuk ndryshon. E vetmja gjë që po bëhet është që ekspozohet Partia Demokratike dhe kandidatët e saj përpara një amoraliteti politik. Çfarë duhet bëj opozita ndryshe? Pra nuk duhet ta bënte këtë gjë opozita e cila që ditën pas përfundimit të zgjedhjeve tha që nuk i njoh zgjedhjet. Pra nëpërmjet zotit Berisha.
opozita ka shumë gjëra që mund të bëj, por opozita është kaotike në situatën në cilën ndodhem. Dhe ky kaotizëm vjen si pasojë e shmangjes së diskursit kryesor. Ajo që e thash, të gjitha këto kërkesat për rinumërim, pakënaqësi që mund të kenë, këto bën krahas çështjeve të tjera. E para, e dyta thashë, Partia Demokratike duket sikur është në një paradoks me veten. Nga një anë thotë që nuk i njeh zgjedhjet, nga një anë thotë që është masakre elektorale, nga një anë thotë që nuk do të njoh kur këto zgjedhje, nga ana tjetër kërkon rinumërim të njëjtave kuti dhe të njëjtave votave që ajo thotë që nuk do t'i njohë. Ky është paradoks në aspektin e besueshmërisë përballë publikut. Por ajo që thashë është që Partia Demokratike problemin nuk e ka në këto zgjedhje me kundërshtarin. Problemi i Partisë Demokratike është Sali Berisha, problemi i Partisë Demokratike është gjendja që krijoi Sali Berisha me ndarjen dhe me përplasjen e thellë që ka ndodhur mes demokratëve përpara 3 viteve. Kjo e ka ekspozuar Partinë Demokratike përballë një pabesueshmërie ekstreme tek elektorati shqiptar. Pra Partia Demokratike në zgjedhjen e 11 majit, jo vetëm që ka marrë një rezultat dërmues nga aspekti i deputetëve, ajo ka marrë shumë më pak vota se sa në vitin 2021 dhe mbi të gjitha ajo sot është më e pashpresë se kur, sepse ajo është kaotike për sa i përket aksionit të saj politik në të ardhmen. Pra sot duket sikur në Partinë Demokratike përsëritet e njëjta situatë përpara zgjedhjeve të 11 majit, përpara 1 viti gjysmë ose 2 vite. Juve ju kujtohet kur Partia Demokratike kishte pretendime në parlament, kur ata pengonin në seansat parlamentare, kur çdo ligj i kërkuar dhe i nevojshëm nga Edi Rama votoi me lehtësinë më të madhe, përfshi edhe ndryshime të buxheteve të tjera, ndërkohë që Partia Demokratike duke sikur aktronte në parlament dhe pastaj për një moment i la të gjitha këto dhe vajte ul në pazar me Edi Ramën, qoftë për kodin zgjedhor, qoftë për lirimin të korruptuarëve nëpërmjet amnistisë së famshme që e bëi në bashkëpunim me Edi Ramën. Kështu që Partia Demokratike duket sikur ka humbur busullën, por mbi të gjitha ajo shfaqet si një trup i sëmur i cili mbi të gjitha nuk do të shërohet. Po, Partia Demokratike dhe koalicioni zotit Berisha mori, le të themi, vota, nuk fitoi përballë Partisë Socialiste, por ju thatë kjo erdhi nga mosbashkimi, po edhe partitë e tjera që dolën në opozit nuk është se morën vota, disa prej tyre asnjë mandat. Jo, thash, erdhi jo vetëm nga mosbashkimi, po erdhi nga humbja e besueshmërisë. Pra kemi politikanë sonë Partinë Demokratike që përgjatë 3 viteve kanë mbajtur pozicione kontradiktore, pra kanë humbur besueshmërinë tek elektorati shqiptar. Pra, një qytetar shqiptar i cili sheh politikanin e tij, i cili në mëngjes shprehet ndryshe, në drekë shprehet ndryshe dhe në darkë vepron ndryshe, pse duhet i kërkojmë llogari qytetarit? Sepse ai thotë që fakti që politikani që unë do të votoj bën pazar me kundërshtarin, bën pazar me liderin, bën pazar për interesat e veta, pse mos ta bëj qytetari shqiptar të njëjtën gjë për interesin e tij personal? Pra po e marr në aspektin pragmatik. Për sa i përket pastaj dhe rezultatit të 11 majit, unë thash që rezultati është kompleks dhe ka shumë problematika. Sigurisht që një çështje që mund ta kishte shtruar Partia Demokratike, por edhe partitë e tjera, ishte ndryshimi i kodit zgjedhor, të cilin nuk e bëri. Pra, rreth 2 vite më parë, Enkeleta Libera, Luzim Basha dhe ajo Parti Demokratike që drejtoi në atë periudhë jo nga Sali Berisha, kërkoi ndryshim të kodit zgjedhor, kërkoi Shqipëri një zonë elektorale, kërkoi dhe çështje të tjera, pra garanci të cilat pushteti i kishte të detyruara për t'i dhënë edhe në bazë të rekomandimeve të OSBE-Odirit. Partia Demokratike, kur Sali Berisha mori vullën dhe bëri pazar me Edi Ramën për amnistin penale, jo vetëm nuk i kërkoi këto, por siç u shprehen më pas eksponentë të lartë kësaj partie, e vetmja gjë që kërkoi ishte mbyllja e listave. Pse kërkoi mbylljen e listave? E kërkoi për një arsye të thjeshtë, sepse vetëm nëpërmjet një liste të sigurt, Sali Berisha do të ishte një grup parlamentar siç po duket që ka edhe sot, të cilin ka në masën 100% të bindur rreth vetes. Pra kemi politikanë sot intelektual që mbaheshin, po themi, intelektual brenda Partisë Demokratike, që kanë deklaruar më parë shumë gjëra për Sali Berishën,
dalin sot dhe deklarojnë që Sali Berisha nuk duhet të ikë nga Partia Demokratike. Pra ata përjashtojnë në të gjitha mënyrat problemin kryesor të Partisë Demokratike. Në çastin që ne përjashtojmë problemin kryesor të Partisë Demokratike, të gjitha çështjet e tjera janë çështje dytësore, janë çështje që mund të diskutohen, janë çështje që mund të negociohen, por problemi kryesor është që Sali Berisha, por dhe një grup rreth tij e kanë mbyllur ciklin e tyre politik. Pra ata mund të rinë edhe në zgjedhjet e 2029-s. Partia Demokratike mund të dalë forcë e parë opozitare edhe në zgjedhjet e 2029-s. Për arsye të tjera, jo për arsye të saj, për arsye që kanë të bëjnë me kulturën politike, për arsye që kanë të bëjnë me sociologjinë e popullit shqiptar dhe për arsye të një lloji historiku, por dhe të një lloji polarizimi ekstrem të diskursit në media dhe në opinion. Por ky lloj leadershipi nuk e bën dhe nuk e shndron asnjëherë këtë forcë opozitare në forcë qeverisëse. Për sa kohë që një leadership nuk ka mundësinë për ta shndruar forcën e tij politike në forcë qeverisëse, në opozitën në mazhorancë, pse i duhet, kujt i duhet ky leadership? Pse duan sot demokratët Sali Berishën, Flamur Nokën, Albana Vokçin apo të tjerët? Për çfarë i duhen, për çfarë i nevojiten? Për sa kohë që ky grupim dhe ky leadership nuk e sjell dot në pushtet Partinë Demokratike. Po ka shumicën e opozitarëve. Urdhë? Ka shumicën e opozitarëve. Çështja e shumicës pastaj është çështje relative, sepse shumica është një çështje që nuk është një çështje e ngurtë. Ka shumicën e opozitarëve, por këto zgjedhje treguan që nuk kanë shumicën e shqiptarëve. Dhe prandaj është një leadership i përgjegjshëm. Nuk mund të mbahet peng një parti për 34 vite me radhë. Pra e ke marrë Partinë Demokratike në vitin 1992, sigurisht edhe për shkak të rrethanave të tjera me një mazhorancë absolute të qytetarëve shqiptar, dhe e ke sjell Partinë Demokratike në vitin 2025 me një minorancë të minorancës absolute në gjithë këto vite. Pra ka dhe një kohë për të thënë stop, ka dhe një kohë për të thënë boll, ka dhe një kohë për të thënë që është koha për të larguar, është koha për të hapur rrugë një procesi të vërtet bashkimi, organizimi dhe ndryshimi në Partinë Demokratike, dhe nëse do të arrijnë të bëjnë të gjitha këto, atëherë do shihni që në 2029-ën rezultati i Partisë Demokratike, por dhe i opozitës të tërësisë do të jetë një rezultat spektakolar, sepse sigurisht që qytetarët shqiptar janë të lodhur me këtë mazhorancë, e cila është në mandatin e saj të katërt, është një mazhorancë që ka pasur shumë probleme me korrupsionin, është një mazhorancë që në përditshmërinë e saj përdit pjell korrupsion, por sigurisht që qytetarët shqiptar kanë nevojë për një garanci. Cila është garancia? Që opozita që do ta zvendësojë këtë mazhorancë mos të jetë e njëjta. Fakti që kemi të njëjtat fytyra, fakti që kemi të njëjtat probleme, do të thotë që nuk ofron asnjë lloj ndryshimi rrënjësor dhe asnjë lloj ndryshimi cilësor. Në këtë kuptim qytetarët e kanë më të thjeshtë të vijojnë me një mazhorancë të korruptuar të cilën e njohin, sesa të sjellin disa të korruptuar të tjerë të cilët do ta fillojnë korrupsionin e tyre nga fillimi. Nga partaja unë të falenderoj për këtë analizë. Ditë mbarë dhe faleminderit. Ishim me